Bashkia e Vlorës me buxhetin e këtij viti po punon në drejtim të përmirësimit të situatës infrastrukturore të disa rrugëve në brendësi të bllokeve të banimit. Prioritet po u jepet rrugëve të lagjeve, por në veçanti atyre në zonat turistike dhe bregdetare. Bëhet fjalë për rrugë që asnjëherë nuk e kishin parë dorë në investimeve, që prej kohëve ku në këto zona ishin vendosur vetë banorët, madje më shumë se sa rrugë në afërsi të qytetit apo bregdetit të ngjasonin me zonat rurale. Një prej tyre është edhe rruga pranë bllokut të banimit në zonën e Kalas. Ditët e fundit në këtë rrugë është hedhur edhe shtresa asfaltit, sidomos tani me nisjen e sezonit turistik. Kjo zonë është e frekuentuar nga pushuesit vendase të huaj, duke qenë se në këtë territor është i zhvilluar edhe biznesi i banesave, me qera ditore për pushuesit, ndaj duket se Bashkia e Vlorës ka vendosur të investojë edhe në këtë rrugë. Në vijim pritet që nga projektet infrastrukturore të bashkisë të preken edhe zonat të tjera të qytetit, kryesisht në brendësi të lagjeve, për të përmirësuar situatën infrastrukturore të tyre.